Përshëndetje, mirë se erdhët, të dashur tonë, të dashur miq, motra dhe vëllezër. Ja jemi me temën e radhës tek lajmi i tre engjëjve, tek zbulesa 14, 6 dhe 12. Sot është tema e pestë e radhës, fillojmë tani me engjëllin e dytë, Ra Babilona, qyteti i madh, që u ka dhënë të pijë të gjithë kombët, verën e zemrimit të kurrimit të saj. Pyetja, kush është Babilona dhe pse do të bjerë? Ja, kemi vllau Keni. Përshëndetje vllau Keni. Përshëndetje Diana, Zoti ju bekoft ty dhe burrin, familjen tonë. Po. Përshëndetje, ja, po shihemi këtu live. Mirë se erdhe dhe mirë se po takohemi. Për temën e radhës dhe vazhdoti do të shkoj çdo gjë mirë, pa probleme dhe pengesa. Fillojmë pra me engjëllin e dytë. Kush është Babilona dhe ja pse ajo do të bjerë, cili është identiteti i Babilonës, si ta e dallojmë, cilat janë karakteristikat dhe veçoritë e Babilonit, nga Bashkia Adventiste Ditë 7 Kosovë, e cila prezanton të vërtetat e mëdha biblike dhe në radhë është natyrisht lutja, kemi shumë nevojë për lutje dhe lutemi së bashku. Vllau Keni, lutesh ti tani fillim? Po. Ok. Ate unë që jene tjellë, falenderojmë që më na ke dhënë mundësi të folim lajmin e tre engjëjve, porosit për këtë botën. Të lutna të ndrejtna mendimin nëpërmjet frymës së shpejtë, mua dhe motrës Diana. Ja porosit të folim sipas vullnetit dhe drejtësisë tënde. Të lutem në emrin të Jezusit. Amen. Amen. Ashtu është, pra vazhdoti na udhëheq, ai kjo është të mësimet e tija. Ne jemi vetëm shërtor dhe punëtor të tij. Dhe fillojmë nga e para. Pra, që të kuptojmë kush është Babeli, Babel dhe me thonë të lëvi, shkojmë tek kulla e Babeli dhe lexojmë tek Zanafilla, kapitull 11 nga vargu 1. Por tërto ka fliste të njëjtën gjuhë dhe përdorte të njëjtët fjalë. Dhe ndodhi që ndërsa po zhvendoseshin në drejtim të jugut, ata gjetën një fushë në vendin e Shinarit dhe